Do të kuptojmë që instrumentet e qeverisjes lokale janë shumë të kufizuara në Kosovë, do të thotë buxheti i komunave varet kryesisht nga buxheti qendror i Republikës Kosovës dhe për 4 vite kemi pas kërcënim direkt nga Kurti që komunat të cilat nuk udhëhiqen nga lëvizja vetëvendosje nuk do të marrin përkrahjen për projektet e mëdha. Në rastin e Prishtinës ta zënë në mënyrë direkte janë bllokuar projektet kapitale sa po flasim sheshi George Bush është ndalur për muaj të tërë me sabotim total nga Kurti dhe Ministri i Kulturës që më vonë u bë kandidati nga lëvizja vetëvendosje për kryetar të Prishtinës, që rrëzon teorinë e diskutuar më herët se njerëzit lidhen për individin. Në fakt tregon qartazi që politika është në nivelin e manipulimit dhe orientimit të votës. Përndryshe, Qeku ka qenë ministër në qeverinë Rama, është nga Prizreni gjithë jetën e tij dhe është paraqitur si kandidat për kryetar në Prishtinë për idenë e kapitalizimit të orkestrimit dhe formës së shpenzimit buxhetit Ministrisë Kulturës pa kontroll nga i rrjetit. Për shembull, kemi një paraqitje të një këngëtare me renome këtu, Adelina Ismaili, e cila në natën e fundit parazgjedhore, me që kishte marrë subvencione të jashtëzakonshme nga Ministria e Kulturës, bën ndikimin e saj tek njerëzit për votën ndaj ish ministrit kulturës si kandidat këtu. Nuk e them që është jashtë rregullave të lojës, por e kuptoni që nuk ka fakt teori të lidhjes votuesit për programin dhe cilësinë e kandidatit. Megjithëse zotja Abazi, këto janë tendenca që janë të njohura edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, një sër këngëtarë të mos gjesh artista Tiranë madje ka konsoliduar marrëdhënie për fushatë. Madje Tiranë të vinë në dasëm të vendojë. Nuk është ideja që të krahasohet me buxhetet e Shtetet Bashkuara të Amerikës e as edhe me integritetin e personaliteteve publike, sepse unë kam jetuar mbi 15 vite, nuk nënshtrohet askush në kuptimin e fushatës elektorale për shkak se merr tendera, ku diun, një i afërt i familjes aty. Po, gjëja tjetër që është shumë e rëndësishme është kjo puna e Veriut që në fakt jo vetëm e Veriut, por komunave me shumicë serbe, të cilat tani janë rikthyer, si themi, nën kontrollin e listës sërbska, që është një prej partive. Nga këto zgjedhje, zotja Abazi, Serbia doli me fituar apo me humbur? Në lojën me Shqipërinë humbi, sigurisht. Jo për pjesën e lojës futbollit, se zoti Vučić tha që mua... Si ishte me Kosovën ndeshja. Ishte me Shqipërinë, si ishte me Kosovën. Një është, një kombëtare kemi. Zoti Abazi, pavarësisht të ndeshjes... Edhe Kosova është duke fituar ndaj Suedisë. Patjetër, edhe ne duart trokasim akoma dhe më fort, edhe Kosovën edhe Shqipërinë sa luajnë. Zoti Abazi, le të themi që ndeshja u konsiderua nga zoti Vučić si diçka anësore dhe tha që fitoria më e madhe për ne duhet të jetë në një rang tjetër në atë të zgjedhjeve. Në këtë palë zgjedhje, mendoni se Serbia doli me fituar apo me humbur? Fitoi terren apo humbi terren? Sipas jush? Jo, nëse jemi në kujtesën e diskutimit, do të thotë kjo është pjesë absolutisht e skenarit të Serbisë, e cila realisht tërhoqi strukturat paralele pas nënshkrimit marrëveshjes në orën në Bruksel në mënyrë të heshtur dhe lejoi që në një formë ose tjetër me veprimet e Kurtit të hyjë Kosova në aksionet të Bashkimit Evropian dhe tash së fundmi edhe me marrëdhëniet ngrira me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe rikthimi i tyre është pjesë e skenarit ashtu siç e ka parapor Vučić dhe njerëzit e tij, sigurisht edhe ata që përcjellin afër procesin e zhvillimeve në Kosovë, sepse çfarë fitoi Serbia në këto 4 vite të bllokimit Kosovës dhe sanksioneve edhe financiare dhe politike, në anën tjetër Serbia as nuk u dënua për Banjskën, as për veprime tjera, vazhdoi të lëvroj kapacitetet tjera financiare nga Bashkimi Evropian, nënshkroi një marrëveshje strategjike me
Gjermaninë, gjithashtu dhe me Francën për çështjen e ushtrisë, dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për energjinë, duke ruajtur dominancën e një lojtari